Në sheshin e Kumanovës mund të gjesh gjithçka përveç rinisë. Të moshuarit mblidhen çdo ditë në mesditë për të ndarë ndonjë fjalë, e disa të tjerë edhe ndonjë valutë. Thonë se nuk e bëjnë për fitim, por për hobi, për ta ruajtur një traditë të hershme që daton nga koha kur nuk ekzistonin këmbimorët apo bankat moderne. Kumanova është një nga qytetet e vetme ku ka mbetur këmbimi manual i parave, të cilët rrinë në cepa të rrugëve disa prej qytetarëve dhe përpiqen të nxjerrin kafshatën e gojës në këtë mënyrë. Njëri nga ta i tha televizionit 21 që me këtë punë merret që nga viti 1989, duke ruajtur kohën e shkuar kur rrëfeu se ka pasur fitime të mira, ndërsa tani sa për të quar 2 bukë në shtëpi. Sikurse kolegët e tij, deshi të flas pa i zbuluar identitetin, por thot se edhe ky zanat është pranë zhdukjes. Sa janë të interesuar njerëz me këmbi pare shpejt e shpejt? Po shpejt këtu në ku jam për moment, ma pak vinë, si në zonë e mbyllur këtu atje, ku janë atje kolegë të zonë më frekuentume, më qendër, atje më shumë në rrugë, ndalen. Më duket a veçka me vetëm Kumanov ky fenomen? Po më duket se vetëm Kumanov, tjera qytete nuk ka. Pse kështu? Po nuk di. A do thotë se ka prapa mbetur pak si shoqëri, si... Pa edhe ajo po. Po edhe kjo shkon të largu, po e shoh unë se janë çel këmbimorët, po unë edhe dal veç kohë, ka një 3-4 orë dal se sillen gjatë kohë, edhe son rrin shtëpi, çka të bëj? Çfarë këmbejnë më shumë qytetarët? Më shumë euro. Frank, dollar, ma pak kam euro më shumë. Kur është sezona për juve? Sezona e madhe është në 7-8 muaj, për të vinë gërveçar. Po atje kemi interesin prej frangët prapë, se prej euros nuk ka, dhe denar 15-20, a prej frangët po. Pastaj parat që i këmbeni, a i dorëzoni në bank apo? Po jo, bashkëpunojmë me këto kolegë, me më shumë të olla që punojnë. Ashtë. Sa mund me fitu brenda një ditës, një mëditje? Një mëditje, ja, 200-300 dinarë. Thashëm, për moment formalitet jam, son rrinë shtëpi se gjatë kohë si në, këtu 33-4 vite. Edhe dalë si hovim kam vetë, nuk kom këtë tash ko qkoj, këtë ratë dhe kam bon si shtëpi dy që shmeton. Mësuam që këta pleq disa herë kanë qenë edhe cak i policisë, pasi organet e rendit i cilësojnë si veprime ilegale, që veprojnë jashtë sistemit monetar.